Hajde t'i bëjmë do vlera lëvizjet lirë me Serbin, po pe Mitrovice, pe një ure në murën tjetër s'po më i kalon, X s'po më e viziton Kojshin e familjarin 20 metra, me të që është një paradoks politik që ja kemi leju vetës ne. Dhe në momenti kur ne kemi zbatu ligjin, ajo është e kalu. Edhe mendoj që këtë duhet ta përqafojmë, e zbatojmë, se kemi detyrim edhe ndaj gjeneratat të kaluara, po mbi gjitha dhe për gjeneratat e reja. Që kjo është e para. E dyta, një proksi i manifestimit është tyrat buxhetore. Kemi marrë me 1.7 miliard krenar, këtë vit më rrinë 3.4 miliard, është dyfishimi tyrat buxhetore. Kjo është reflektimi i besimit edhe performancës ekonomike. Ka dhe faktor tjera nësor, po kryesisht këto janë, do të thotë. E treta që është e rëndësishme, rishpërndarja, projekte më të rëndësishme ju ndërmarrë gjatë këtyre 4 vite se çdo herë. Në ushtri, në bujqësi, në rrugë, gjithandej, do të thotë, aq sa ka pas buxhet. Dhe e fundit që është po ashtu e rëndësishme, është tek ndershmëria dhe etika në administratë dhe reformat të administratë publike, nalja e hajnisë dhe korupcion, besoj që duhet jenë orientime, prioritet për çdo qeveri, mendoj që në bazë të reflektimit të parametrave ndërkombëtar, kështu janë pak a shumë. Bi bazët e kësaj çfarë po themone. Këto janë arritje të rëndësishme për shoqërinë tonë. Në fund e shihni edhe parametrat krahasues mbi rritjen ekonomike. Në gjithë botë, Evropën janë 1-2%, në gjithë rajoni është 2.6%. Ne kemi pas rritje ekonomike mesatare afërsisht 6% në 4 vitet e fundit. Do dua pak si 4%. Do dua të ndalem pak edhe tek zgjedhjet lokale. Do dua edhe tek zgjedhjet lokale dhe epilogu i deri tani shumë i kësaj gjysmë pjesë natyrisht edhe radhën e fundit. Kush doli fituesi i zgjedhjeve lokale deri më tani? Nëse referohemi asaj çfarë kemi parë në raundin e parë, mos harrojmë që Muja ka qenë shef shtabi në Mitrovic, i kandidatit zotit Faton Peci që riktheu rezultatin me pak vota dallim, por e riktheu në favorin e tij dhe futet si i pari në ballotazh. Por Mitrovica është e rëndësishme për vetëvendosjen, sikundër që është e rëndësishme Prizreni, sikundër që është i rëndësishëm natyrisht Prishtina, edhe komuna tjera. Gjilani që për pak vota shkojnë në ballotazh, pastaj në Obilish do të jetë në ballotazh, ku do të jetë në komuna tjera, në Pej do të jetë në ballotazh, Fushkosov është si e para, në Gjakov si e dyta. Pra i bie 12 komuna. Jemi në balotazh. Në balotazh 3 me raund të parë. Ka fituar në Podojev Bindshëm, ka fituar në Shtime, po ashtu Bindshëm edhe ka fituar edhe në komunën e Podojev Shtime, ka fituar, po. Podojev ka fituar Podojev edhe Kamenica. Edhe Kamenica pa balotazh. Kështu besoj që fituesi ishte populli i Kosovës, edhe këto zgjedhje mendoj që kemi vërtet e them me shumë kënaqësi që populli i Kosovës është mësuar me majt zgjedhje të qeta edhe në një proces shumë të ndershëm demokratik. Mendoj që gjithmonë procese të tilla edhe në momente të polarizimeve politike kur dalin